Në vitin 1973, në një shkollë në periferinë e Lushnjës, një vajzë 14 vjeçare u dërgua në komisariat, sepse shoqja e dhomës së saj dëgjoi vajzën duke folur në gjumë dhe përmendur fjalinë. Ai vjen me gjak. Ai shen në errësirë. Mos ma sill më Enverin në ëndër. Mësuesja, që ishte edhe sekretare e partie, e raportoi menjëherë. Vajza u mor në pyetje dhe familja u përjashtua nga Fronti Demokratik. Në muajt që pasuan, vajza ndryshoi sjellje. Nuk qeshte më. Nuk pranonte të shkonte në shkollë. Dhe filloi të vizatonte vetëm sy të mëdhenj në copa letrash, me një yll të kuq mbi ball. Një mjek i njohur i Spitalit të Tiranës i dërgoi një mesazh nënës së saj fshehurazi. Vajza juaj ka përjetuar një trans, mund të mos jetë e sëmur, por e përquar. Familja u shpërngul në pogradez. Vajza nuk u martua kurrë. Deri në ditët e fundit, thoshte. Ai ende më shikon kur mbyll syt. Nuk ishte vetëm njeri.